por kjo krijon dhe një precedent tjetër që kryeministri me një të rënd të lapsit do që të imunizojë gjithë kabinetin qeveritar nga akte korruptive të mëtejshme, për të cilat thot nuk ka punë prokuroria. Kjo është e rëndësishme tani. Pra, ky është precedenti që krijohet. Pikërisht pra, ky nëpërmjet këtij rasti, që pra s'kën tjetër s'do ta bënte, se nuk e ka bërë, nuk e ndërmori këtë nisën për zotin Ahmetaj, dakor? Ky rast, të cilin ky po i qëndron fort, ky do të krijojë një precedent, nëse do t'i arrijë dot qëllimit, krijon një precedent që i thuhet të gjithë qeveritarëve që ju mund të vidhni lirisht, mund të abuzoni lirisht me detyrën, sepse ju jeni pushteti pavarur, edhe juve nuk ju cënon dot as prokuroria e zakonshme, as SPAK-u, absolutisht asnjë agjenci ligjzbatuese. Në fakt kjo është një faj, një përgjegjësi e madhe politike, por edhe juridike e kryeministrit, i cili kërkon të hap precedent tepër të rrezikshëm të mos funksionimit të shtetit, ndërkohë që propagandën e bën